Njeriu shkon në namaz dhe mundohet që ta fal namazin siç duhet, por kur e shet dikë, atëherë përmirëson edhe më shumë namazin e tij, për të hyrë në qef njerëzve. Kjo është syfatësi. Njeriu i jep 500 euro sadaka, por kur e shen ndonjë person të lartë, i jep edhe 200 tjera për syrin e tij. Le ta di që këto 200 euro nuk do të pranohen tek Allahu, sepse janë për syrin e njerëzve. Syfatësia. Andaj se thot Ibn Abi Mulejke, i kam takuar 30 shokë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të gjithë friksoheshin nga hipokrizia. Dhe kush mendon për juve dhe neve se është imun ndaj hipokrizisë, let ta rikthej vetveten dhe let ta llogarizë vetveten. Let rikthehet tek vetvetja e tij dhe ta llogarizë vetveten e tij, sepse thot Imam Shafiu, man la yakhafu min an-nifaqi fa huwa munafiq. Ai i cili nuk friksohet nga dyftyrësia dhe syfatësia, ai është dyftyrshi. Ai është dyftyrshi. Sepse njerëzit që pretendonin kështu ishin Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, munafiku më i madh në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, në qoftë se ti nuk friksohesh nga syfatësia në adhurime, riktheju vetvetes tënde dhe llogaritë mirë, sepse nuk është gjendja mirë.